10 burgjet kontrolluara nga të burgosurit. Bota e Burgosis është një mbretëri e mbushur me rrezik dhe drama. Por çfarë ndodh kur ata që janë destinuar të mbahen të mbyllur marrin frenat e pushtetit? Kjo video tregon 10 burgje famkeqe ku të burgosurit kanë ndryshuar situatën, duke marrë kontrollin e duke drejtuar shfaqjen. 1. Burgu La Mesa, Tijuana, Meksik. Burgu La Mesa në Tijuana, Meksik, mishëron kaosin. I projektuar fillimisht për të streuar 2000 të burgosur, ai u rrit për të akomoduar mbi 8000. Ky mbipopullim krijoi një mjedis ku rojet ishin të pak në numër dhe të mbingarkuar, duke u lejuar të burgosurve të impononin rendin e tyre. Dhuna dhe korrupsioni mbretëruan, ndërsa bandat gdhendnin territoret dhe vendosnin një hierarki brutale. Rojet, të friksuar dhe të pakrahasueshëm, mbyllnin syt, duke hequr dorë në mënyrë efektive nga kontrolli. Të burgosurit mbanin pushtetin e vërtet, duke drejtuar biznese fitimprurse brenda mureve të burgut, dhe duke kërkuar drejtësi të pamëshirshme sipas kushteve të tyre. 2. Burgu Ciudad Juárez, Meksik. Burgu Ciudad Juárez është një tjetër shembull i sistemit penal të Meksikës që ka shkuar keq. I njohur për dhunën brutale të bandave, burgu u bë një fushë betejë